ata vjeqe vi nga Durrësi, emigrant, gjysmën e jetës time mbi 20 vite kam jetuar jashtë Shqipërisë, por du të them diçka shumë të rëndësishme, që kanë kaluar 30 vite, para 30 vitesh baba im ishte 40 vjeç sa unë jam sot, dhe sot ai 70 vjeç. Sot jam unë 40 vjeç dhe po shoh akoma që jemi po të njëjtat të grada. Kur kam qenë 10 vjeç ndigjoja që këtë gjë po e bëjmë për ju, që kur të vini ju moshën tonë, shifni ju makinat që po fluturojnë. Këto makinat që po fluturojnë nuk po i shohim, po shohim akoma të rinj, të reja që po hikin, po largohen nga ky vend i mrekullueshëm. Ky është brezi i dytë që mund ta bëjë Shqipërinë. Dhe i fundit, pse? Sepse fëmijët e mi kanë lindur jashtë. Dhe nuk do e kuptojnë kur do të këtë gjë të mrekullueshme që kemi sot. Brezi i dytë po kryqëzohet me gjerman, italian, grek, dhe ai brezi i tretë nuk ka për ta kuptuar kur do të këtë mrekulli që kemi sot këtu. Është i vetmi brezi i fundit që do të bëjë Shqipërinë. Dhe këto 30 vite duhet luftojmë shumë. Kemi ndërtu, kemi kontribu për vendet e huaja, për një gjuhë që s'është e jona, që nuk na përket ne, për një lagje, për një shtëpi që nuk është e jona, që nuk na përket ne, për kohën, që këtë kohë nuk kemi për të gjetë as në Gjermani, as në Zvicër, as në Hollandë, as në Angli, kudo, ku mund shkojmë, nuk na përket ne. Palestinezë po japin jetën e vet, kurse ne po largohemi me këmbët tona. Faleminderit. Por ama duhet t'ju jap edhe një mesazh shumë të fortë që ne duhet të flasim me miqtë tanë në shtëpi dhe jo të vdesi ky fjalim këtu. Do të flasim me miqtë tanë që kemi, me shokët tanë që kemi dhe jo të ndigjojmë dhe jemi dakord, okej, edhe rrim këtu. Duhet të flasim, duhet të punojmë. Sa më shpejt jetë e mundur sepse nuk ka kohë më.